radhës është relacionet. Marrëdhënia ndërmjet elementeve të një bashkësie paraqitet duke përdorur relacionet. Pra, me relacion kuptojmë një lidhje. Me përkufizim, një relacion jepet kështu. Le të jetë A dhe B dy bashkësi, një relacion binar me fillim në A dhe mbarim në B është një në bashkësi e prodhimit kartezian A her B. Ku prodhimi kartezian, siç e dim, janë gjitha çiftet A her B, ku A-ja nga A-ja dhe B-ja nga B-ja. Dhe relacionin ndërmjet të dy bashkësive A dhe B, ku secila prej bashkësive ka n element, e kemi paraqitur në këtë tabelë. Për të treguar se një çift AB ndodhen në relacion me njëri tjetrin, përdorim këto dy shprehje, të cilat janë ekuivalente me njëra tjetrën, të cilat tregojnë që çifti AB bën pjesë në R ose elementi A është në relacion me elementin B. Po kështu edhe kur dy element nuk janë në relacion me njëri tjetrin, përdorim këtë simbolik, e cila është ekuivalente me shprehjen që çifti AB nuk janë në relacion me njëri tjetrin. Vetit e relacioneve. Një relacion mund të jetë refleksiv, simetrik, antisimetrik ose transitiv. Por një relacion mund të gëzojë disa nga këto vetit. Për shembull, për të quajtur relacion ekuivalence, duhet të plotësojë vetin e parë, të dytë dhe të katërt. Pra të jetë refleksiv, simetrik dhe transitiv. Ndërsa për të quajtur relacion renditje, duhet të gëzojë vetin e parë, e tretë dhe të katërt. Pra të jetë refleksiv, të jetë antisimetrik dhe transitiv. Kjo skem duhet këtë parasysh nga neve. Pra, siç tham, relacioni është një lidhje. Për shembull, po të kemi këtë bashkësi, cila është bashkësia A, me këto element 1, 2, 3. Dhe bashkësia B me këtë element 1, 4, 9. Relacioni që do të shpjegonte këtë lidhje do të ishte ky, R-ja baras me çiftet A, B, të tilla që A-ja nga A-ja dhe B-ja baras me A katror. Kjo ishte thjesht një skem sa për ta kuptuar relacionin dhe ndërtimin e tij. Kalojmë te një shembull i thjesht. Le të jetë A-ja një bashkësi që formohet nga këto element 1, 2, 3, 4. Cilët çifte të renditura gjenden në relacionin L-ja, çiftet AB, të tilla që A-ja plot pjeston B. A plot pjeston B. Okej. Zgjidhja do të ishte kjo. Do të tregojmë një skem për të gjetur këto relacione. Si fillim, sipas kësaj skeme do të ndërtojmë një tabelë të tillë. Vendosim elementet e A-s, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Po kështu edhe në kolona.
ku kemi element që i përkasin relacionit, do të vendosim njështa, dërsa ku nuk kemi, do vendosim 0. Njëshi e plotëston njëshin, po. Njëshi e plotëston dyshin, po. Njëshi e plotëston treshin, po. Njëshi e plotëston 4-ën, po. Njëshi plotëston çdo numër, qoftë real, i plot, apo natyror. Dyshi e plotëston njëshin, jo. Dyshi plotëston dyshin, po. Dyshi plotëston treshin, jo. Dyshi plotëston 4-ën, po. Treshi plotëston njëshin, jo. Dyshin, jo. Treshin, po. 4-ën, jo. Kontrollojmë edhe për 4-ën. 4-a nuk e plotëston njëshin, nuk plotëston dyshin, nuk plotëston treshin, plotëston vetëm vetveten. Tani, relacioni jonë do të përbëhet vetëm nga ato çifte ku në tabelën tonë kemi element njësh. Pra, R-ja do të formojnë nga këto çifte. 1-1, njësh-dysh, një 3, një 4, dysh, 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 dhe dysh 4, dhe në të reshë tjetër, tresh, tresh, dhe 4-4. Pra, ky është relacioni jonë, u gjetë relacioni i tillë që A-ja plotësoj B-n, ku A-ja dhe B-ja janë element të bashkësisë tonë A. Vetëja e parë thamë që ishte pasqyrues ose reflektiv. Një relacion R, për të quajtur relacion pasqyrues, duhet që për çdo element A nga bashkësia e jonë ku është i përcaktuar relacioni, të kemi që të gjitha çiftet A të bëjnë pjesë në relacionin tonë R. Vetëja e dytë ishte simetrik. Një relacion për të quajtur simetrik duhet që për element A, B nga bashkësia jonë A, ku është i përcaktuar ky relacion, të kemi që kur elementi A është në relacion me elementin B, të na sjelli që edhe elementi B është në relacion me elementin A. Vetëja e tretë ishte vetëja antisimetrik. Një relacion R për të quajtur relacion antisimetrik, për të qenë antisimetrik duhet që për elementet A, B nga bashkësia jonë A, ku është i përcaktuar ky relacion, të kemi që kur elementi A është në relacion me elementin B dhe elementi B është në relacion me elementin A, të na sjelli që A-ja është i barabartë me B-n. Pra, për të qenë antisimetrik, duhet që
Kur A-ja është në relacion me B-n dhe B-ja është në relacion me A-n, kjo të ndodhi atëherë dhe vetëm atëherë kur A-ja është e barabart me B-n. Po kështu, edhe për të quajtur transitiv ose kalimtar, duhet që për element A, B, C, nga bashkësia jon A, ku është i përcaktuar relacioni, të kemi që kur elementi A është në relacion me elementin B, dhe elementi B është në relacion me elementin C, kjo të na sjelli që edhe elementi A është në relacion me elementin C. Kalojmë në disa shembuj ku t'i sqarojmë se cilën prej vetive. Shqyrtojmë relacionin në bashkësinë A. Jepet bashkësia A që përbëhet me këto element 1, 2, 3, 4. Jepet relacionet R1, një, një, dy, një, dy, tresh, një, katër, dhe relacioni R2, një, katër, dy, tre, katër, një, dhe katër. Kërkesa është kjo, të kontrollohet se cili prej relacioneve është pasqyrues. Sipas skemës që thamë edhe më parë, ndërtojmë tabelën për secilin prej relacioneve, si fillim për relacionin R1. Vendosim elementet e bashkësisë A sipas rreshtave dhe sipas shtyllave. 1, 2, 3, 4. Dhe sipas shtyllave. 1, 2, 3, 4. Te pozicionet që kemi element në relacion, vendosim numrin 1. Ndërsa ku nuk kemi, vendosim 0. 1, 2, nuk kemi më për elementin 1. Për elementin 2 kemi 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, nuk kemi më për elementin 2, 3, 1, pastaj 0, dhe 4, 4. Atëherë, kemi thënë që të jetë pasqyrues, duhet që për çdo A nga A-ja, bashkësia jon A, të kemi që elementet A të jenë në relacionin ton R. Por shohim që elementi 3, 3, çifti 3, 3, nuk është në relacionin ton, kjo na tregon që relacioni R1 nuk është pasqyrues ose refleksiv. Kontrollojmë relacionin R2,
Ndërtojmë përsëri edhe për relacionin R2 tabelën. Vendosim në rreshta dhe në shtylla elementet e bashkësisë tonë A. Dhe ku kemi element në bashkësinë tonë R, vendosim nisha. 1, 1, 1, 4. Elementet e tjerë 0. 2, 2, 3, 3, 2, 2, elementet e tjerë 0, 3, 3, elementet e tjerë 0, 4, 4, dhe elementet e tjerë 0. Kemi dhe 4 nishi. Pra, kjo shprehje na tregon që të jetë pasqyrues, duhet që të gjithë elementet e diagonales kryesore të jenë nisha. Shohim që për relacionin tonë R2 kjo gjë plotësohet, që këtej themi që relacioni R2 është refleksiv ose pasqyrues. Kalojmë në një ushtrim tjetër. Shqyrtojmë relacionet në bashkësinë B, që përbëhet nga këto element. B-ja. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Jepë relacionet R1 dhe R2. R1-shi 1, 1, 3, 3, 4, 4, dhe 5, 5. Po kështu, R2-shi 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 3 dhe 5, 5. Të kontrollohet se cili prej relacioneve në qoftë se është simetrik dhe antisimetrik. Si fillim për relacionin tonë R1. Ndërtojmë tabelën. Sipas rreshtave vendosim elementet e bashkësisë tonë D. Po kështu edhe sipas shtyllave. 1, 3, 4, 5. Dhe 1, 3, 4, 5. Në pozicionin ku kemi relacione, lidhje, vendosim nish. Ndërsa ku nuk kemi, vendosim 0. Për elementin 1, ndodhet në relacionin tonë R1, pastaj 0. Kemi elementin 3, 1, 3, 3, elementet e tjerë 0. 4, 4, elementet e tjerë 0, po kështu edhe 5, 5. Pra, kontrollojmë në fillim në qoftë se është simetrik. Vetin e dytë që tha. Pra, që të jetë simetrik, duhet që për element AB nga bashkësia jonë B, të kemi që kur A-ja është në relacion me B-n, të na sjellë që edhe B-ja është në relacion me A-n. Shohim që elementi nish është në relacion me elementin nish, kjo të na sjellë që elementi 1 të jetë në relacion me elementin 1. Është e vërtetë. Kjo plotësohet për çdo element nish që kemi në tabelë. Themi që relacioni jon R1
është simetrik. Ndryshe, për të treguar që një relacion është simetrik, duhet që tabela jonë ose matrica të jetë simetrike në lidhje me diagonalin kryesore. Antisimetrik. Që të jetë antisimetrik, duhet që kur elementi A është në relacion me elementin B dhe elementi B është në relacion me elementin A, kjo të na sjellë që A-ja të jetë e barabartë me B-n. Kjo është e vërtet, pasi kur po marrim këtë elementi 3-3. Treshi është në relacion me treshin, të na sjellë dhe kur treshi është në relacion me treshin, të na sjellë që treshi të jetë barabartë me 3. Kjo gjë është e vërtet për secilin prej elementëve, që këtej themi që relacioni R1 është antisimetrik. Pra, relacioni R1 na tregon që një relacion mund të jetë njëkohësisht edhe simetrik edhe antisimetrik. Kalojmë te relacioni R2. Po ashtu edhe për R2-shin ndërtojmë tabelën. Vendosim gjithë elementet e bashkësisë tonë B. 1, 3, 4, 5, sipas rreshtave dhe sipas shtyllave. Elementet që ndodhen në relacionin R2 në pozicionet e tyre vendosim nish, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5 dhe 5, 3. Elementet e tjerë 0 dhe 5 pesa. Pra, siç thamë edhe më parë, që të jetë simetrik, duhet që kjo matricë të jetë simetrike. Shohim nga tabela që kjo matricë është simetrike, që këtej mund të themi që relacioni R2 është simetrik. Kontrollojmë në qoftë se relacioni R2 është antisimetrik. Që të jetë antisimetrik, thamë që kur A-ja në relacion me B-n dhe B-ja në relacion me A-n, të na sjellë që A-ja është e barabartë me B-n. Do të shikojmë se kur një relacion quhet transitiv dhe kur e plotëson këtë vetim. Të kontrollohet nëse relacionet e mëponshme janë plotësojnë vetimin e transitivitetit. Pra, jepet bashkësia A, ku janë të përcaktuar këto relacione, që formohet nga këto element, 1, 2, 3, 4 dhe 5.
Jepet relacioni R1 I përcaktuar në këtë bashkësi që formohen nga këto çifte 1 3 2 4 3 1 3 5 4 2 dhe 5 3 Po kështu dhe relacioni R2 1 1 3 2 2 3 1 3 3 dhe 5 5 Sipas formës që tham edhe më parë, që e zbatuam edhe për ushtrimet e mëparshme, ndërtojmë për secilin prej relacioneve tabelën, si fillim për relacionin tonë R1, vendosim elementet e bashkësisë tona 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Në pozicionet ku kemi çiftet formuara në relacionin tonë, vendosim njësha. Kemi në pozicionin 1, 3 elementet e tjerë 0 2, 4 2, 4 elementet e tjerë 0 3, 1 dhe 3, 5 elementet e tjerë 0 4, 2 elementet e tjerë 0 dhe 5, 3 Pra, që të jetë transitiv, duhet që kur elementi A është në relacion me elementin B dhe elementi B në relacion me elementin C, kjo të na sjellë që A-ja është në relacion me C. Pra, kontrollojmë elementin 3, 1. Nishi është në relacion me 3-shin dhe 3-shi është në relacion me 1-shin po marrim 3-shi është në relacion me 5-ën që është kjo elementi këtu në relacion R1 me 5-ën kjo të na sjellë që dhe 5-a që 1-shi është në relacion R1 me 5-ën. E kontrollojmë në tabelën tonë nëse kemi 1 në pozicionin 1-5. Shohim që në këtë pozicion kemi 0, pra kjo na tregon që relacioni jon R1 nuk është transitiv. Transitiv ose kalimtar. Kontrollojmë relacioni R2. Po
kështu edhe për relacionin R2 ndërtojmë tabelën. Kemi njësh në pozicionin 1-1, pozicionin 1-3, elementet e tjerë 0, në pozicionin 2-2, elementet e tjerë 0, në pozicionin 3-1 dhe 3-3, 3-1 dhe 3-3, elementet e tjerë 0, në pozicionin me 4 nuk kemi asnjë relacion, me 5-ën kemi 5-5. Elementet e tjerë 0. Kontrollojmë për secilin element që kemi njësh në tabelë. Në qoftë se na plotësohet vetëja e transitivitetit. Pra, për këtë element kemi që treshi është në relacion R2 me njëshin dhe njëshi është në relacion R2 me treshin, të na sjellë që treshi të jetë në relacion R2 me treshin. Kjo gjë është e vërtet, pasi elementi 3-3 ndodhet në tabelë. Kontrollojmë për çdo element tjetër, përveç elementeve që kemi në diagonale, se elementet e diagonales do na sjellin vetveten, kështu që nuk kemi elemente të tjerë jashtë diagonales, njësha, që këtej themi që relacioni R2 është transitiv.